silent door. Easier than I know. 'Cause you know, baby, I adore you. I adore you. Can't ignore you. Can't ignore you. I need my soul and night. My control, I can't. I adore you. I adore you. She gon' keep dipping down one poco. Who you been and walking like Prada? She like Mona Lisa, oh my door, my door. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të dashur maturant. Qëndritsoni të gjithë. Përshëndetje të nderuar mësues. Prindër të ftuar e nxënës. Faleminderit që jeni pjesë e jeni sot këtu. E vlerësojmë pa mas faktin se kemi marrë kohë nga koha juaj e ja ku jemi duke ju parë sot këtu, të cilët keni fytyra të buzëqeshura, fytyra të cilat tregojnë atë çfarë ju ndjeni. Pa humbur kohë, dua t'ja kaloj fjalën drejtoreshës së gjimnazit 14 Engjëjt, mësuese Miranda Oldash. Të dashur maturant, të nderuar prindër, të nderuar të ftuar në gjimnazin 14 Engjëjt. Jemi mbledhur sot për festën e bukur të maturantëve, për të kurorzuar punën 3 vjeçarit të tyre, për gjithë vitet që ata sollën tek ne përgjegjësi, gëzim dhe kalim të vështirësive me shumë pasion dhe besim tek vetja. Nuk e harroj çastin e parë kur erdhët në gjimnazin tonë dhe mezi prisnit që të fillonit mësimin në ambientet e reja të shkollës. Ne akoma ishim në Zagorçan dhe ju përgatitët me zedh gjithë veprimtarinë e muajit të letërsisë. Për ne ishte një emocion vërtet i veçantë. Duhet jeni krenar, pasi jeni matura që kaluat 3 vite në ambientet e bukura të gjimnazit 14 Engjëjt, që është vërtet një gjimnaz me standarde, prandaj me të drejtë gjej rastin të falenderoj kryetarin ton të bashkisë zotin Ilir Xhakolli dhe Ministrinë e Arsimit për këtë vepër kaq të bukur që ju uroj ju suksese. Komuniteti ynë i Buçimasit e meritonte një vepër të tillë. Pasi jemi një nga njësitë administrative më të mëdha, jemi pothuaj lagje e qytetit dhe meritonin prej kohësh dhe më në fund na u bë mundësia realitet. Ju të dashur maturant, patët fatin të ishit brezi që punuat dhe krijuat shumë me ne. Jeni ju bërthama bazë e shumë projekteve që ne realizuam së bashku, që me ndërtimin e kabinetit multifunksional, të kabinetit trashëgimisë kulturore dhe historike, të kabineteve mësimore që i pajisët me stenda dhe mjetet të tjera didaktike,
Gjithashtu, u bët pjesë e projektit për 80 vjetorin e çlirimit Tadeu. Dhe sot në prani dhe të prindërve dhe të gjithë të ftuarve, gjë rastin t'ju falenderoj. Faleminderit për gjithçka na falët dhe krijuat. Në fakt kam shumë të flas për ju, por dua në radhë të parë të falenderoj prindrit tuaj për mbështetjen, për kurajon që patën që zgjodhën pikërisht gjimnazin tonë dhe na i besuar ne fëmijët e tyre. Të nderuar prindër, shumë faleminderit për besimin, mirënjohje dhe respekt. Si mësuese letërsie po dola këtu nuk pushoj, por sot radhën do t'ja u leju. Ju uroj me shpirt gjithmonë shëndet dhe suksese. Ju kam dashur dhe do t'ju dua gjithmonë. E tani, do ja kalojmë radhën mësuesave tona kujdestare për të bërë një fjalë përshëndetse për gjithë ju. I mirëpresim. Mirë se keni ardhur, të dashur marturant. Sot është ditë e veçantë për secilin prej jush. Është dita kur mbyllet një kapitull i rëndësishëm i jetës suaj dhe hapet një rrugë e re, plot ëndra, sfida dhe mundësi. Duket si dje kur ulët në bankat e kësaj shkolle me emocione, pasiguri, buzëqeshje dhe shpresa. Gjatë këtyre viteve kemi ndarë jo vetëm orë mësimi, por edhe kujtime, biseda, shqetësime, suksese dhe momente që do të mbeten gjatë në zemrat tona. Secili prej jush është unik dhe ka lënë gjurmën e vet në klasë dhe në shkollë. Keni mësuar shumë jo vetëm nga librat, por edhe nga jeta, nga miqësia, bashkëpunimi dhe përvoja që keni fituar së bashku. Sot largoheni si të rinj më të pjekur, më të fortë dhe më të gatshëm për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Mos keni frikë nga ëndrat. Besoni në veten tuaj edhe kur rruga duket e vështirë. Nuk do të jetë gjithmonë e lehtë, por çdo sfidë do t'ju bëjë më të fortë. Ruani gjithmonë vlerat. Respektin, mirësinë, përkushtimin, sepse ato janë pasuria juaj e vërtetë. Sot nuk është fundi, por fillimi një etape të re. Ju presin universitete, profesione, sfida dhe suksese të tjera. Ju uroj me gjithë zemër, shëndet, lumturi dhe sukses në çdo hap të jetës suaj. Shumë sukses. Keni ardhur të gjithë. Të nderuar prindër dhe të ftuar, të dashur maturant. Pas shumë vitesh në bankat e shkollës, me përpjekje, sakrifica, buzëqeshje dhe sfida, ju po mbyllni një kapitull të rëndësishëm të jetës tuaj dhe po hapni derën drejt një rruge të re. Si mësuesja juaj ndihem krenare për rrugëtimin që kemi bërë së bashku. Ju kam parë të rriteni jo vetëm në dije, por edhe të bëheni më të pjekur, të përgjegjshëm dhe më të fortë pas çdo vështirësie. Çdo suksesi juaj ka qenë një gëzim për mua, ashtu si çdo sfidë një mësim për të gjithë ne. Tani ju pret një etapë e re. Disa prej jush do të vazhdojnë universitetin, e të tjerë do të ndjekin ëndrat e tyre në fusha të ndryshme. Ciladoj qoftë rruga që do të zgjidhni, mos harroni kurrë të besoni tek vetja dhe të punoni me ndershmëri e përkushtim. Pasi suksesi nuk matet vetëm me arritje, por edhe me mënyrën se si ju silleni dhe përballoni jetën. Keni guxim të ëndërroni, të provoni dhe të ecni përpara, sepse bota ka nevojë për energjinë, idetë dhe talentin tuaj. Mos keni frikë nga dështimet, sepse ato janë pjesë e rritjes. Ju falenderoj për respektin, dashurinë dhe kujtimet e bukura që më keni dhuruar gjatë këtyre viteve. Për mua do të mbeteni gjithmonë maturantët e mi të parë. Urime, diplomimin dhe rrugëtim të mbarë. Tani, më lejoni të ftoj një prej prindërve të maturës 2026. Ftoj zonjën Anida Alko, një kohësisht edhe mami im.
Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje maturant. Sot shkëlqeni të gjithë. Sot jeni më të rritur dhe më të matur. Unë jam një prej atyre prindërve të cilit ju kam parë duke u rritur, që të vegjël e deri tani. Jeni rritur shumë dhe jeni zbukuruar. Jeta ju thërret. Sot, më shumë se ju, jam unë emocionuar, sepse flas si prind i të gjithëve ju. Shumë sfida keni kaluar, por keni ditur t'i përballoni. Momente të paharrueshme keni kaluar në mesin tuaj shoqëror, dhe besoj se do t'i mbani mend gjatë. Falenderoj të gjithë mësuesit që kanë qenë të përkushtuar kundër drejt jush për gjatë këtyre viteve dhe si janë lodhur kur. Dhe ju uroj sa më shumë suksese në të ardhmen tuaj. Dhe për ne gjithmonë do të mbesni ata fëmijët e vegjël, të cilit do të thërrasin me të madhe suksesin e tyre. Faleminderit të gjitha. Më falni për emocionet. Të nderuar mësues, të dashur prindër e miq, sot për ne është një ditë tepër e veçantë, një ditë që shënon përmbylljen e plot 12 viteve arsim. Për ne, ky ka qenë një rrugëtim i mbushur me sfida e vështirësi, me detyra që në dukje ishin të pafundme, me projekte, me teste, por mbi të gjitha po lëm pas një eksperiencë që na ka falur kujtime të paçmueshme e të paharrueshme, që na ka dhuruar miqësi që shpresojnë të mos shkatërrohen nga rrjedha e jetës. Për pak ditë ne do të përballemi me sfidën finale të këtij kapitulli kaq të rëndësishëm dhe do të japim lamtumirën e fundit bankave të gjimnazit. Ky moment gjithmonë më është dukur shumë larg, kur për herë të parë ula në bankat e shkollës, në bankat e klasës së parë. Viti 2026 më duke jashtëzakonisht larg, një moment që nuk i dijej se kur do të mbërrinte. Por ja ku jemi sot, të mbledhur për të festuar të njëjtën gjë që para 12 vitesh na duke jo reale. Abetarja u bë letërsi, ABC-t u zvendësua nga Kafka e Dostojevski. Dituria e natyrës u kthye në biologji e kimi. Mbledhja e shumëzimi u kthye në formula të pafundme. Testamente këto të rritjes, ndryshimit e përparimit ton, por edhe të kalimit të viteve dhe shtimit të përgjegjësive. Reflektimi mbi tranzicione kaq të vogla, që në pamje të parë nuk kanë ndonjë peshë të konsiderueshme, na bën të shohim se sa shumë gjërat kanë ndryshuar në të vërtetë. Këto vite na kanë përgatitur për atë që na pret, na kanë formuar dhe na kanë rritur. E tani jemi ne ata që për pak kohë do të marrim në dorë timonin e jetës, duke bërë hapa vendimtare drejt së ardhmes. Çdo person këtu me mua sot, persona me të cilët kam ndarë 7 vitet e fundit, ka para vetes kohrat më të bukura e më të ndritura të jetës. Shpresoj që secili prej nesh të arrijë atë për të cilën ka punuar dhe vazhdon të punojë. Ju falenderoj që sot u bët pjesë e këtij momenti kaq të vlefshëm për ne. Faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme dhe për prezencën tuaj të përhershme. Ky udhëtimi joni nuk do të ishte i mundur pa ju. Të dashur mësues, familjar dhe miq. Kur mendoj për rrugtimin ton deri këtu, më kujtohen jo vetëm libra dhe provimet, por edhe momentet e bukura dhe të vogla që kemi ndjerë që na kanë bërë të ndihemi të gjallë. Kujtoj të qeshurat në pushtim, stresin para testeve dhe ndihmën që i kemi dhënë njëri tjetrit në momente kur kemi qenë të lodhur. Sot, diploma që mbajmë në dorë është një dëshmi e gjithë mundit ton. Është dëshmi e netëve pa gjumë, e durimit të mësuesve tanë, e dashurisë të prindërve dhe e forcës që kemi gjetur brenda vetes. Nuk ka qenë lehtë, por ne ja kemi të dalë së bashku. Sot ndjem krenar për secilin për nesh, sepse nuk jemi thjesht një klasë, kemi mbaruar shkollën. Ne jemi një familje që ka kaluar sfida, ka ndarë gëzime dhe ka ndërtuar një miqësi që do të na shoqërojnë gjithë jetën. Ndërsa hapim dyert e së ardhmes, e di që secili prej nesh do të marrë me vete jo vetëm dijen, por edhe zemrën e madhe që ka treguar gjatë këtyre viteve. Ne kemi mësuar se suksesi nuk është vetëm një notë e lartë, por guximi për të ndëruar dhe për të mos dorëzuar kur. Faleminderit shumë për mbështetjen.
Çdo fund është një fillim i ri. Dhe sot është fundi për të nisur një rrugtim të gjatë plot aventura e qëllime. Arritja e parë është që mbërritëm deri këtu, ndërsa të tjerat do i shikoni me kohë. Ishte kënaqësi për ne që rrugtimin ton e nisëm dhe e mbyllëm këtu. Për anët negative nuk do të flas, sepse nga ne do të mbani mend vetëm pozitivitet. Ne lam gjurmë këtë shkollë me të gjitha ngjyrat dhe dimensionet tona. Si fillim treguam shpirtin e lirë të vajzës së çiltër, treguam njeriun e mirë që kishim brenda vetes dhe në fund të ditës kjo ka rëndësi. Ky do të jetë kujtimi më i bukur për të gjithë jetën. Falënderimi i takon drejtoreshës së shkollës tonë, mësuese Miranda Oldashit, që na dha mundësinë të ishim pjesë e shkollës së saj, duke u treguar e përkryer në çdo gjë që ajo bën. Faleminderit që na tolerove dhe besove tek ne. Faleminderit të gjithëve. Përshëndetje të dashur maturant, të nderuar prindër, mësues dhe të afërm të tjerë. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit që u bët pjesë e mbrëmjes sonë të diplomimit. Është një kënaqësi e madhe ta festosh këtë ditë kaq të veçantë me kaq shumë njerëz. Kur nisëm rrugtimin ton në këtë gjimnaz para 3 vitesh, jam e sigurt që askur se kishte menduar se çfarë do ta priste. Disa ishin të friksuar, disa të nervozuar, disa të tjerë mezi po duronin të fillonin, por shumica, dhe besoj me plot bindje kur e them këtë gjë, ishin të dyzuar. Përgjedhja e gjimnazit ishte një vendim që të paktën për mua personalisht ka qenë i vështirë dhe i pasigurt. E mendoja si një ndër zgjedhjet më përcaktuese të jetës. Isha entuziasmuar për të filluar, por njëkohësisht 3 vite më dukeshin si një kohë shumë e gjatë. Tani që kthej kokën pas, kuptoj që këto 3 vite kanë kaluar sa hapen fillsyt. Më kujtohet si sot dita e parë kur u futa në oborin e shkollës, ende në proces rikonstruktimi në atë periudhë, dhe aty pata bindjen e plot që kisha bërë zgjedhjen e dur. Të gjithë mësuesit po na shikonin të buzëqeshur dhe të lumtur për të na bërë pjesë të rutinës dhe të përditshmërisë të tyre. Për gjatë kalimit të ditëve, javëve, muajve, kjo bindje bëj akoma dhe më e madhe. Ne u përshtatëm shumë shpejt me shkollën e re dhe me njerëzit e rinj që takuam. Orët kalonin shpejt dhe pa u kuptuar, sepse mësimi nuk trajtohej si një detyrë që ishte për t'u bërë, por si një shkëmbim i deshk dhe dijesh përmes argëtimit, shakave, të qeshurave dhe batutave të shumta. Por përveç se për çdo çast të bukur, jam gjithashtu shumë mirënjohëse dhe për çdo moment serioz, ndonjëherë mbas edhe pak të mërzitshëm, monoton, qoftë edhe për ato që nuk kanë qenë aq të gëzueshme. Këto na kanë bërë të njohim njëri tjetrin më mirë, por e gjithashtu na dhanë dhe një mësim të vyer për jetën. Është në rregull të mos jesh gjithkohon i gëzuar, sepse momentet e trishta ekzistojnë për t'ia kuptuar vlerën e vërtetë dhe rëndësinë e lumturisë. Pas kësaj dite, me shumë prej jush, mbas se nuk do të takohemi për një kohë të gjatë, por duhet ta dini që ndihem me fat që ishit pjesë e jetës time. Kurse për maturantët, për shokët dhe për shoqet e mia, kam vetëm një mesazh. Ne shpesh mësojmë me idenë që duhet ta kemi të planifikuar jetën deri në detajin më të vogël që në këtë moshë. Kërkohemi që të dimë se çfarë duam, çfarë do të bëjmë dhe se si do ta arrijmë. Edhe pse është mirë të kesh disa ide të qarta dhe ëndra për të ardhmen, ne sërish sapo kemi dalë në jetë. Nuk duhet i marrim gjërat aq me seriozitet dhe me frikë. Thjesht duhet të jemi mjaftueshëm të guximshëm sa për ta hedhur hapin e parë, për të përshtatur ndaj sfidave me të cilat do të përballemi dhe më e rëndësishmja, të mos ndalojmë asnjëherë së qenuri kurioz. Ne të gjithë do të ndjekim rrugë të ndryshme në jetë. Dikush mund të merret me art, dikush mund t'i përkushtojë sportit, dikush mund të bëhet i famshëm, një tjetër të merret me shkencë. Prandaj, të nderuar prindër, mbështeteni fëmijën tuaj në rrugën që ai do të ndjekë. Edhe pse s'mund t'i pëlqejë ju, nëse ai e do me gjithë zemrën atë, sepse suksesi i vërtet nuk qëndron te vlera e të ardhurave në muaj, por te pasioni për të bërë diçka që ty të bën të ndihesh i lumtur ose i lumtur. Shumë mund të mendojnë që sapo të mbarojnë edhe provimin e fundit, do t'i mbyllin një herë e mirë libra dhe nuk do të kenë të bëjnë më as me teorem Pitagore, as me formulë kuadratike, as me numër molesh dhe as me impuls force. Këto gjëra sigurisht nuk mund të jemi për të gjithë dhe s'ka gjë të gabuar këtu. Megjithatë, dia shkon shumë larg se sa thjesht kaq. Edhe pse mund të mendoni se këto nuk do t'ju duhen më në jetë, gjë që mbase për disa prej jush mund të jetë e vërtetë.
Sërish, nuk duhet të ndaloni si qenuri kurioz për të mësuar diçka të re. Dia nuk kufizohet vetëm nga gjëra që na mëson shkolla, që për shumicën e nxënësve mbase mund të duken pak si të mërzitshme, sepse ajo në fakt është e pafundme. Ndaj çdo ditë përpiquni të mësoni diçka të re dhe të bëni një vepër të mirë. Unë ju falenderoj shumë edhe një herë tjetër, suksese të gjithë maturantëve në provime, pa stres dhe pa frikë, dhe ishte kënaqësi e madhe. Do ta ruaj periudhën e gjimnazit në vendin më të veçantë të memorjes time. Matura 2026 ne mbyllim këtu. Para se të nis, vajza është një këngëtare e sartmes, të paktën kështu po e quaj. Dhe kështu, po nis fjalimin tim tani. Jeta jon ka shumë dimensione. Dhe me plot bindje, di të them se ne sot shëndrisim të gjitha i kemi shijuar këto dimensione në gjitha format. Sot nuk është thjesht fundi i një rruge, por fillimi i një tjetre. Duket si kur djehim me ëndra, pasiguri dhe shumë pyetje për jetën. Tani ne dalim prej saj
Tani ne dalim prej saj më të rritur, më të fortë, dhe me kujtime që do të na shoqërojnë gjithmonë. Këto vite nuk kanë qenë vetëm nota, libra apo provime. Kanë qenë miqësi që lindën rastësisht e që u kthyen në familje. Kanë qenë lot, zhgënjime, por edhe fitore që na mësuan të mos dorëzohemi kurrë. Sot kemi lënë pas zënkat, që na ka shoqëruar gjithmonë. Kemi lënë pas momente jo shumë të bukura, të cilat sot kemi marrë vetëm buzëqeshje. Gjimnazi deri më tani ka qenë tepër i veçantë për mua, po besoj edhe për të gjithë ju. E mbaj mend si sot ditën e parë që u futa në gjimnaz, në një institucion ku nuk njeh asnjë dhe askënd, në një vend në të cilën nuk e kisha menduar kurrë që do të isha ky që jam sot. I falenderoj të gjithë. Falenderoj të gjithë shokët e shoqet e mia sot këtu. Falenderoj të gjithë nxënësit e shkollës, të cilët më kanë mbështetur në çdo projekt, në çdo event që kemi realizuar. Falenderoj të gjithë për postet e dhëna. Falenderoj të gjithë mësuesit. Falenderoj ty drejtoresh. Pa ty nuk do të isha ky që jam sot këtu. Le të mos harrojmë kurrë se sa larg kemi arritur dhe sa shumë kemi për të luftuar për të qenë sot këtu. Jeta tani na pret dhe sfidat e reja po na presin. Por unë besoj se secili prej nesh do të arrijë të ndriçojnë në mënyrën e vet. Dhe ndërsa arritemi, do të kuptojmë se jo çdo gjë që duket e përhershme do të mbetet e tillë. Ndonjëherë mendon se ke gjetur atë çfarë ti don është më së shumti. Dikë që mendon se do të qëndrojë për gjithmonë. Pranë teje gjithmonë gjatë gjithë kohës. Por koha të mëson se disa njerëz të vinë vetëm për të dhënë një mësim, jo për të mbetur gjithmonë. Prandaj mos u humni pas premtimeve të bukura apo ndjenjave të momentit. Po flas për dashurinë këtu se jemi të gjithë adoleshentë. Dhe në fund dua të them vetëm diçka. Mos keni frikë të ndroni shumë, sepse një ditë do ta kuptoni që ëndrat që ju trembin më së shumti janë ato që ju çojnë më larg. Urime për diplomimin të gjithë të bukurit e mi. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që jeni këtu me ne në këtë ditë kaq të veçantë. Sinqerisht, sot është e vështirë të gjej fjalët, sepse po mbyllim një kapitull shumë të bukur të jetës sonë. Këto 3 vite kanë kaluar me shumë kujtime, sfida, momente të bukura dhe mësime që do na shoqërojnë gjithmonë. Dua të falenderoj të gjithë mësuesit tanë për durimin, për kushtimin dhe gjithçka që na kanë mësuar gjatë kësaj rruge. Një falenderim i veçantë shkon për mësuesen tonë kujdestare, mësuese Kesi, për mbështetjen, durimin dhe kujdesin që na ka dhënë gjatë këtyre viteve. Faleminderit që keni qenë pranë nesh, jo vetëm si mësuese, por edhe si udhërrëfuese në këtë rrugëtim. Falenderoj gjithashtu prindrit tanë, që kanë qenë gjithmonë pranë nesh, na kanë mbështetur, na kanë besuar ne në çdo hap. Këto vite na kanë rritur, na kanë bashkuar dhe na kanë bërë ata që jemi ne sot. Edhe pse secili për nesh do të vazhdoj rrugën e vet, kujtimet që kemi krijuar bashkë do të mbeten gjithmonë me ne. Sot nuk është fundi i diçkaje, por fillimi i një rruge të re për secilin prej nesh. Urime maturant dhe suksese për gjithçka që na pret përpara. Emocionet vend të vetën dhe kam harruar pjesën më kryesore të fjalimit tim. Ju lutem vajza. Së pari, dua që mësueses tonë kujdestare, Kesiana Mahmudvari, t'i japim një dhuratë simbolike. Së dyti,
Si mund të harroj një person që më shoqëroi 2 vite radhazi? Kjo është për ju mësues. E së treti, si mund të harroj një person që e dua pa mas? Kjo është për ju. Le të vijojmë tash. Sot, në këtë ditë kaq të veçantë të diplomimit tim, zemra ime është plot me njohje për njerëzit që më qëndruan pranë në çdo hap. Falenderoj familjes time për dashurinë dhe sakrificat, si dhe mësuesve të mi për përkushtimin dhe dijen që më dhuruan. Gjej rastin të falenderoj Xhaxhin Orin dhe teta Julin që morën pjesë në këtë ditë të veçantë për mua. Falenderoj gjithashtu dhe Xhaxhin tim që më nderoi me prezencën e tij në këtë ditë kaq të veçantë për mua bashkë me familjen e tij të mrekullueshme. Kjo arritje mban një pjesë nga secili prej jush. Ju dua. Dashur mësues, prindër dhe mbi të gjitha shokë e shoqe të klasës. Sot nuk është thjesht dita e diplomimit. Sot është dita kur kuptojmë sa shpejt kaloi koha. Duket sikur dje hynim në klasë me turp pa njohur njëri tjetrin, ndërsa sot po largohemi me kujtime që do t'i mbajmë gjithë jetën. Këto vite nuk kanë qenë vetëm libra, nota dhe provime. Kanë qenë mëngjese me gjumë, të qeshura pafund, stres para testeve dhe momente që në atë kohë dukeshin normale, por sot marrin shumë vlerë. Kemi mësuar shumë më tepër se sa formulat apo rregullat gramatikore. Kemi mësuar si të rrëzohemi dhe të ngrihemi sërish. Si të mos dorëzohemi dhe kur gjërat bëhen të vështira. Dhe mbi të gjitha kemi mësuar se njerëzit që kemi pranë mund të bëjnë çdo ditë më të bukur. Një falenderim i madh shkon për mësuesit tanë që na duruan dhe në ditët tona më të zhurshme, dhe për prindërit që kanë qenë forca jonë më e madhe në heshtje. Sot, secili prej nesh do të marrë një rrugë të ndryshme. Disa do të ndjekin ëndra që i kanë pasur prej kohësh, disa ende po kërkojnë veten, dhe kjo është në rregull, sepse jeta nuk ka nevojë që t'i gjejmë të gjitha menjëherë. Shumë faleminderit të gjithëve. Atëherë, urime dhe suksese përsëri. Flavia Fasho. Claudia Gora. Vicente Hymetlari. Olta Ballshkashi. Aurela Tani.
Rovena Cekici. Livia Aldashi. Pamela Balio. Megi Gjaferi. Dorian Alko. Leo Cela. Ernela Mekellari. Casey Sulolari. Lydia Fascio. Emily Cekici. Ray Julie. Gresa Balio. Clomera Mema. Wendy Gora.
Dhe e fundit, Aspa Bollguri. Suksese të gjithëve. Kristina Bazili. Makes me feel Dani Jolla. Isabela Muçka. Lejton Hymetlari. Emiliano Mazzelli. Rei Fasho. Ervin Basholli. JC Meche. Joana Besholari. Matteo Scolari. Gledis Shaulari. Florentina Oshafi. Alban Hysa.
Pipa. Dhe Andi Shuli. Suksese të gjithëve në provime. Dhe siç duket, këtij eventi po I vjen fundi. I ftoj të gjithë shokët dhe shoqet e mia të bashkohen për të numëruar mbrapsht dhe të hedhim kapelat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.